Besoj se vajza po e presim me emocion të dyja ndeshjet, pavarësisht patjetër që do të marrim ndeshjet njëra pas tjetrës. Janë ndeshje shumë të rëndësishme për ne. Kemi punuar shumë gjatë gjithë këtyre viteve që jemi pjesë e kësaj grupit B, që trajneri çdo ditë na motivon shumë për ndeshjen që kemi në vazhdim, sepse Çipri nuk është një ekip që duhet në vlerësu, don vlerësimin e tij maksimal, edhe besoj se me punën që kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve, po ashtu dhe ekipi është i plot, ekipi kombëtar është i plot, edhe besoj se jemi përgatitur mirë edhe taktikisht, edhe jam i sigurt që me motivimin e duhur ekipi kombëtar do shkojmë fitore. Për mua do të më dhonë më të mirë në fushë për me ndihmu ekipin kombëtar, kjo është shumë e rëndësishme dhe patjetër motivimi para lojës është diçka shumë e rëndësishme që duhet t'ju themi vajza. Përgatitja shkon shumë mirë, kemi 2 ndeshje shumë të rëndësishme dhe besoj që janë 2 ndeshje që na ndihmojnë dhe tregojnë nivelin ku kemi ardhur. Normal objektivi jonë është fitoria dhe jemi përqendruar më shumë tek ne, sepse besoj që është edhe më e rëndësishme. Janë 2 ndeshje që besoj mund dhe duhet të dominojmë, por normal janë 2 ndeshje edhe që do merren si çdo ndeshje tjetër, përgatitja është e njëjtë. Jo, ka marrë gjithmonë me të njëjtin mendim dhe të njëjtin objektiva, domethënë, është diçka që më bën të lumtur normal, sepse jam stërvit për të dhënë më të mirën, por kjo nuk do ndryshoj, besoj normal çdo herë që vi jap më të mirën time.